Administrata e presidentit Donald Trump ditën e djeshme ka filluar të bëjë shkurtime të thella në zërin e Amerikës dhe disa agjenci mediatike të drejtuara nga qeveria amerikane. Burime të shumta konfirmuan për CBS News se të gjithë punonjësit me kohë të plotë në zërin e Amerikës u informuan të shtunën se duhet të mos shkonin më në punë pasi ishin me leje të paguar. Të premten brëma, pak pasi Kongresi miratoi projektligjin e fundit të financimit, Trump udhëzoi administratën e tij që të reduktoi funksionet e disa agjencive në minimumin e kërkuar nga ligji. Kjo përfshinte Agjencinë Amerikane për Median Globale, USAGM, e cila përfshin zërin e Amerikës, Radio Evropa e Lirë, Radio Azia e Lirë dhe Radio Marti, cila transmeton lajme në gjuhën spanjolle në Kubë. Të shtunën në mëngjes, Kari Lake, kandidatja për Senatin Amerikan të cilën Trump e emëroi këshilltare të lartë të agjencisë USAGM, postoi në X se punonjësit duhet kontrollojnë emailin e tyre. Kjo përkoi me njoftimet që dilnin se stafi i Zërit të Amerikës ishte vendosur në leje administrative me pagesë. Bëhet e ditur se emailët e dërguara i udhëzonin ata që të mos hynin në ambientet e tyre të punës dhe të mos hynin në sistemet e brendshme. Agjencia e SBA-s për Mediat Globale është agjencie e pavarur qeveritare e SBA-s që mbikëqyr media që transmetojnë në pothuajse 50 gjuhë dhe shtrihet tek 361 milion njerëz në baza javore. Buxheti që ka kërkuar kjo agjenci për vitin fiskal 2025 ka qenë $950 milion për të financuar të gjitha operacionet dhe investimet kapitale. Aty përfshihen mediat sikurse Radio Evropa e Lirë, Zëri i Amerikës, Radio Azia e Lirë, Zyra e Kubës, Radio Marti, rrjeti i transmetuesit për lindjen e mesme dhe Fondi i Teknologjisë së Hapur. Përgjatë mandatit të parë, Trump, i cili ka marrë një mori vendimesh për të zvogëluar shpenzimet qeveritare prej kur ka nisur mandatin e dytë në janar, e ka kritikuar USAGM-in lidhur me pavarësinë editoriale dhe drejtimin që u është dhënë programeve.